në thirrën e darsëm më zgaboj u kon viti 85 ka mundësi, 12 vjeç më kon ashta, 11-12 vjeç. Edhe e di shumë mirë që baba ka qitë dikën shkomere se e kanë lyp me kënu, shtype salin, kosht me kënu, unë të lyp me fëmijë darsëm. Sa vjeç ka qenë? Edhe kur ka nërë me mërën, edhe të menuën që veç kry sa dush edhe qu. Po atëhere na ju këna thonë 1000 qese e në kënë atërë, por e sërbe, po sa me thonë sot 100 euro. Mi ka në dhonë mu. Edhe unë me gëzim si ku më nëzi priqa me kry ma shpejt, edhe me dalë me ongër pare, se më të rejke mu shka ka aty në darsëm. Se ata thënë ke kru mirë, në kujt isha që kom ba. Ka paret me shok për 1 orë i kom ongër rast një ose kom ba. Apo, ani miri, pas ke shpërnzut pak të në që shduhet. Aja më ka me të kry si... Ama nuk i këndove vështri kong, po ma gjata? Jo, mas nej, po, në 86-ën jem konë për e të parë në darsëm me shku me knu, kështu i goditën që jem konë, në nikaj të Kaçaninkit, kur në karaja të darsëm, po aty kom qanë me babën dhe me një kolegë tjetër nga fshati jam ku kom lindon, edhe atëhere ka qenë një musafir prej Australie, nuk i shkon 12 vjetë në Kosovë, edhe atje ishte një adet tjetër nuk flenshin natën, nuk ka pas që i thujnë me shku në Konak, me bujt aty. Tonë natën që aty me knu. Unë nuk i disha i shkrejtit tramat konkret. Ty përsërit veç ato, a? Hajde apet për fillimit, po edhe ajo kanë qenë darsëm e mirë. Për aty të një kom fillu, ma shpesh. Nuk ka pas atëherë darsëm. A ka qenë rrezik, zoti Sali, në disa faza që ka kalu Kosova edhe me u këndu, sidomos nëse flasim për këngë patriotike, folklorike, që ka qenë bukur e vështirë me u dëgju kënga shqipe, sidomos thelbi për mbajtja e këngëve. Po për mu si fëmi, nuk ka qenë se mu nuk kanë pas shka me bo një fëmi 12-13 vjeç, po për prindje nuk o marrë rrezik se është djoljet, ka kënu djoljet. Këngën që janë këta gurë të bardhë dhe zi që i thëmë në dardanim për një të panë, atërë kënë ndalume me kënu. Aja këngë ka qenë egzimnikajt për i Shqipënisë. Unë e këmë kënu me në ditë shkollën në Duhel, ku kanë qenë 4 shkolla. Unë jëmë kënë dikon 8 vjeç, garant vitën 80, edhe unë e këmë bitë nuk banë me kënu, unë kuja veç aletë da banë as banë, se se di që pësë banë. Edhe këmë kënu, nuk më kanë bo nej problem, unë se 8 vjetë, shka kanë basë më bo mirë, po në pyetje kanë marë, pse, kushu kë, për shka ka kënu kë. Po, ka qenë e vështirë. Për atë mosh, kur je në atë mosh shumë të re, shumë të vogël, nuk e percepton realitetin, se kupton se qka po ndodh, po atu duke e çuditshme qka po ndodh, atë kujtuat që i ke bëndë i pyetje babës, me pyet, pse nuk guxoj me i këndu disa këngë saktume? Po pikrisht në televizion e këna pas ndalume me këshyrë, nuk banë me këshyrë televizioni shqiptar atëherë, se ne kemë pas radio televizionin tonë, Prishtinës edhe të Shqipërisë. Shqipërisë neve ku kom jetu unë e ka rok, me do antena me shtaga,